Ju lumë. Unju. Stajenci Pashalusta. Ajde, si ishte kjo? Stajenci, a ke po ruski po veti? Jo, unë kam bërë vetëm točka dhe krasivnja. Po s'pas ke mrit ke Stajenci Pashalusta. Që? Ullu ju lutem. Ajde. Stajenci ruski ko po E themi ne pse s'futemi në Europë. Ku t'futemi në Europë në gjitha Ne ja kena bërë rrupë sub Rusis, po ja bërëmi Europës. Në lerën që. Bukur. Jemi tek familja Plangarita, cila ka një pronë të saj në qytetin e Elbasanit. Mund mes qytetit e Elbasanit. Në bazë një akti normativ. Fakt pati kontestime. Në mendjen time unë kam qenë një nga ata që thonë, po si mund ta nxjerrësh tjetrin nga shtëpia, por në këtë qasje që ka demokracia. Po çfarë ka pronari shkret? Jetojmë, e ka shtëpinë vetë minon. S'mund të rish atje tash i bukur. Dhe për më tepër nuk është se kanë ai gjë, e ka marrë atë kohë, po nipa, stërnipa e tjerë dhe pronari vetëm me shtëpi me gjëra. Mirë që ja kanë marrë, kanë futur edhe në burg si kolak. Bukur, akt normativ thot për lirimin e banesave të pronarëve të ligjshëm nga qytetarët e pastre. Banues në banesat e ish pronarëve të subjekteve të shpensuara. Shqyrtohen me në 3 komisione parlamentare. Për këtë arsye, qeveria, e asaj kohë pra Sali Berisha dhe Edi Rama, u ka dhënë u jep këtyre që janë të pastre, po që janë në shtëpitë e ish pronarëve, kredi të buta, i klasifikon si të pastre, u jep bashkia hyrje e kam qartë. Dije pak një nga trashëgimtarët e kësaj shtëpie, sepse janë shumë. Trashëgimtarët e kësaj shtëpie ishte një goxha prona. 1200 metra katror shtëpi. Dije pak se shtot në intervistën e tij, ndigje. Unë jam trashëgimtar i një prone në qytetin e Elbasanit nga gjyshim Ysem Plangarica në vetë pastë. Kjo pronë përbën një shtëpi dhe një kopësh, gjithsej rreth 1200-300 metër katror. Dhe kjo shtëpi është poseduar pastaj nga një person i cili nuk ekziston, nuk jeton, prapë sot, quhesh Rushdi Kurti. Unë në bazë të vendimit, në bazë të aktit normativ datë 1/8/2012, kam ndërmarrë procedurën për të liruar shtëpinë. Në datën 27/2/2015, më vjen një përgjigje nga drejtori i Endit Kombëtar të Banesave Dega Elbasan, në të cilën më thotë, së pari ne nuk mund ta nxjerrim personin që banojnë aty, sepse është periudhë dimri. Një dhe e dyta, mbasi këta persona, pikërisht atë datë që është nisur letra për tek unë, pas ka dorëzuar në Endin e Banesave një dokument që vërteton që këta pas kanë hapur një çështje kundër AKP-s dhe kundër nesh, trashëgimtarëve. Familjes Kurti i është shitur nga shteti një banesë sociale para disa vjetëve. Dhe veç kësaj, personit që pretendohet të dali që quhet Qemal Rushdi Kurti, i është akorduar kredia e butë. Vim të gjyqit, çfarë ndodhi me gjyqin? Po. Atëre, gjyqtari Qani Asa pas ka lajmëruar njërën nga personat trashëgimtar, i cili për çudi mbaka emrin e hallës time, që quhet Burbuqe Plangarica. Në adresën Lagja Aqif Pasha, rruga Janaq Kilica, numër 12, Elbasan. Halla ime ka të paktën 60 vjet, mos themi më shumë që është larguar nga qyteti i Elbasanit, ka jetuar gjithkohën në Durrës. Bile gjykata kishte bërë dhe një seancë. Dhe ishte herë e dytë që lajmërohet ky person me këtë emër, Burbuqe Plangarica, që në fakt nuk është halla ime. E shikon? Pra, po mi ky xhaxhi i shkret ç'të bëj ky? Me ardhjen në pushtet të socialistëve në 2013-ën, zonja Egladina Gjermeni ka bërë një shtesë ky akti normativ. Dhe me të drejtë, domethënë është diçka njerëzore që thotë këto lëshimet e apartamenteve nuk mund të bëhet dot gjatë periudhës së dimrit. Për arsye që s'kan ku shkojnë etj. Megjithëse dhe kjo mund të ishte rregulluar me një tjetër, me një akt në normativ që si dushë, jepi para shtetit, jepi kredit bote, i çoj shtëpi. Ndaç ndimër, ndaç verë, ndaç se ne mund të kishim qelluar me zonjë një vend polar, ku që kishte gjithë vitin ndimër. S'u e di që bie bora në maj. E çfarë do bëni këto zot që asnjëherë për shtëpi po po nëse jepi një asistent, paguaj shtëpia me qira, jepi pronari, që ta takon pronave. Bukur. Po ç'ndo? Pra, familja Plangarica e ka shtëpinë e saj, ka marrë me vendimi hipotekor, që tashmë dihet potërisht. E ka marrë me letra. Me letra, bukur. 43 që kanë qenë në atë shtëpi, që është pikërisht Qemal Kurti dhe Rushdi Kurti, kanë marrë vërtetojmë thot, me anë të cilit vërtetojmë se në datë 17/5/96 u është në statusit pasrejt të kategorisë së parë, familje që banon banesat e ish pronarëve, në pronë ish familjes Plangarica, qytetarët më poshëm. Pra është dhënë statusi. Në 96-ën. Po, 96. Më pas kam listën që lista e familjeve në statusin ish
pronë private, që do trajtohen me kredi për strehim. Pra kanë marrë kredi këta 43. Po, e kanë marrë. Këta 43 e parë kanë dalë, tash në këtë shtëpi dikush janë. Kush? Nipat. Po kështu e kaloj këto, mrena familjes. Nipi, mbesa, do martohet mbesa, do rriçuni nipit. Deri sa të mbarohet fisi. Që do të deri sa vdekja të na ndaj, në jetë të jetëve. Vazhdo kjo histori. Prap kredi të but nga shteti, prapë të bukur. Nuk e la me kaq. Nuk e la me kaq dhe në fund fare të intervistës dëgjova zotrin trashëgimtar që thotë kanë çuar një fletësirë për burbuqje Plangaricën, halla e tij, pjesë e trashëgimisë. Po që ajo thot ka 60 vjet që është larguar dhe ka jetuar në qytetin e Durrësit. Mos e Durrësi nuk është larg. Do ndalen pak më vonë këtë. Vajtëm tek endi banesave. Endi banesa i cili është institucioni që duhet kryej këtë proces të gjithë. Që i rregullon gjithë to mos marrëveshje. Ndiqje pak se kështu nuk folën dot, po gjithsesi ndiqje pak. Shikues të shathu, këtu ndodhemi në qendër të qytetit të Elbasanit dhe këto ndërtesa dhe dyqanet të vjetra që shihni pranë meje, në fakt i përkasin ish pronarit Hysem Plangarica, ose më saktë, trashëgimtarëve, nipërve të tij, pasi personi në fjalë nuk jeton më. Por çfarë ndodh? Me një urdhër të Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit të dalë në datën 31 tetor 2012, thuhet se të gjithë banorët që jetojnë në shtëpitë e ish pronarëve nuk mund të largohen për gjatë periudhës së ftohtë të dimrit. Kjo në fakt ka qenë një mundësi shumë e mirë, të cilët e kanë shfrytëzuar këta banorë, pasi menjëherë kanë hapur një paditë civile pranë gjykatës së Elbasanit. Dhe kjo ka shërbyer edhe si shkak që enti kombëtar i banesave të mos u kërkojë këtyre banorëve që të lirojnë shtëpitë e tyre. Por në fakt kujt duhet i referohet enti kombëtar i banesave? Aktit normativ, pra ligjit, apo një çështje gjyqësore që për më tepër në brendësi të kësaj çështje janë gjetur shumë shkelje. Nëse është mundu duam disa specifika dhe disa sqarime në lidhje me këtë përgjigje. Sqarimi është, domethënë, kemi urdhrin e ministrit që nuk mund të veprojnë në periudhën e dimrit. Dhe kësaj të referohen. Dhe njëkohësisht këto janë në proces gjyqësor. Po ky proces gjyqësor pikërisht jo, nuk ka lidhje kjo, po do të thotë për me vajt më tepër për më ndjeni që këta në proces gjyqësor. Kështu që akti domethënë që kemi në lidhje me ministrin duhet zbatuar. Në pranverë kismet që të shoh. Shoj pranvera kur fillon për shembull? Kur mbarohet koha, se nuk mund të ekzekutohet vendimi periudhës sot. Sa mbarohet periudha e dimrit, ne do vazhdojmë me procedurën. Maj ja ku erdhi. E lëm maj, siç e kemi lënë dhe me në rrugë dhe koha gjithashtu. Po ja pra enti banesave këto po themi ne. Okej. Ja, thotë maji erdhi, ja maji erdhi përsëri. Do vi dhe maji tjetër, do vi dhe... Jo minon. Të maj. Të maj mërëzore. Aty do na kesh në maj, aty do jo minon. Ore dhe mos qofshim unë e ti, ose gazetar. Ka një akt normativ minon, e kam pronë e tyre. Po pse mëse do me net nipi e mbesa atje? Mos unë cito. E atë minon dili? Në Elbasan bora shkrin gjithmonë në korrik. Okej, dakor, bukur. Avash. Bukur. Pra, në maj thënë të atë entit ja erdi maj, me gjithë se tha, ka dhe një proces gjyqësor. Se të shndodh. Pasi doli kjo shtesa akti normativ nga zonja Gjermeni, ministrja, që gjatë dimit mos ikin, këta nipa që janë tash kanë rreth në gjyq familje Plangarica. Pikërisht atë ditë. Çuditërisht pikërisht atë ditë. Edhe hapia më e madhe, se nuk ndodh vetëm në Elbasan, kjo ndodh gjithandej. Hapia më e madhe është që gjykata e Elbasanit ja ka pranuar padinë këtyre, nipave që s'kan punë fare me pronën e Plangaricës se ka qenë daja dhe gjaja e tyre. Nëse ja ka pranuar dhe tash zonja, kjo familja Plangarica duhet të rri 8 muaj në përgjigje me këta nipin, dy nipat që ti mushi menin që shtëpia ime është e imja. Ja, edhe vjen dimri prap, pastaj thotë enti ja të vi dhe maji prap. Ke ngrit një padi për çfarë? Jeni dy nipër që jetonin në shtëpinë e familjes Plangarica, prindrit e xhajet e dy kanë marrë kredi, dini lironi shtëpinë nuk pranohet. Kredi të butë. Të butë, më fal, po, nga rrova, po. Nëse, u përmend që në intervistën e parë zonja Burbuqe Plangarica, që e kanë thritur këta kur bën padin nga Durrësi. Nga Durrësi, po. E kanë thritur, më thënë, letra e ka vajtur në Elbasan, e kanë thritur si pjesë në gjyqe ç'ndodh në këto gjyqe tona, gjykata tona që ti që bën padin mua, ti jep dhe adresën time. Që Sajmir Kotra e jeni në filan vet. I ka dhënë adresën e Burbuqes. Një poti për çdy seancat, ja fut Sajmir Kotra ku në Jupiter. Edhe vin dhe për t'u habit gjykata e gjen një Sajmir Kotra në Jupiter. Në Jupiter gjithmonë. Vjen pak Burbuqe Plangaricën në Elbasani bukur. Po fal mor, Burbuqja ishte që kishte 60 vjet që jetonte në Durrës. E ka gjetë në Elbasan këto mame, e njefti gjykatën. Elbasani bukur, Elbasan.
Nga gjykata e rrethit gjyqësor Elbasan në datën 28 i pari 2015 është dërguar një fletëthirrje në drejtim të Burbuqe Plangaricës për të marrë pjesë në gjyqin që ka hapur Tomor dhe Petrit Kurti. Në fakt, trashëgimtarët Plangarica kanë treguar se në qytetin e Elbasanit nuk jeton asnjë person nga fisi i tyre, dhe për më tepër një person me emrin Burbuqe Plangarica. Megjithatë, ne kemi një shkresë, pra fletëthirrjen ku vetë Burbuqe Plangarica ka firmosur për të marrë pjesë në këtë gjyq. Është e çuditshme, por në fakt vetë ftuesi është ndodhur këtu dhe na ka çuar pikërisht në këtë adresë, në lagjen Aqif Pasha, rruga Janaq Kilica, ku jeton Burbuqe Plangarica. Ftuesi nga gjykata na ka sjellë pikërisht në këtë pallat. Shkojmë dhe të shohim se ku jeton Burbuqe Plangarica. Tu jemi në familjen Plangarica? Po. Skënder Plangarica? Po. Jeton Burbuqe Plangarica? Po. Ka ardhur një thirrje që Burbuqe Plangarica në këtë datë 28 i pari 2015 ka firmosur një fletëthirrje për të paraqitur në gjykatë. Jo, nuk ka lidhje asgjë me këtë gjyq. E sqaru me personin që na thirrri në gjyq. Që ju nuk keni dieni fare. Jo. Edhe s'kishim lidhje, nuk kishim lidhje, ne ishte dikush tjetër. Po firmën e ka hedhë Burbuqe këtu, si ka mundësi që ka hedhë firmën? Jo, mund të jetë Burbuqe Plangarica tjetër. Jo, më rëndësishme, po. Burbuqe Plangarica ishte? Po. Si ishte Burbuqe Plangarica jon? Mirë. Ama një Burbuqe Plangarica ishte ajo? Këtu ka një problem që në këtë fletëthirrje thirret Burbuqe Plangarica, lagja Aqif Pasha të gjithë dëgjuar, paraqitet në gjykatë në datën 2/3/2015 ora 9 për të dëgjuar si e paditur në çështjen civile, paditës Tomor Kurti në objekt anullim me shpërcimin e kësaj shtëpisë. Kush e ka firmosur? Ajo që ka Burbuqe Plangarica, po me një aftësi tjetër dhe jo halla e pjesë e trashëgimisë së familjes Plangarica. Nuk është as firmë, është si zgaravin që ka bërë një vjeçar. Po mirë, kjo pala që ka ngritur padin, ka dhënë një adresë Burbuqe Plangarica. Gjykata që më thënë ditën e parë që s'ka vajtur, ose ka vajtur që ka parë që është një tjetër, ka thënë zotëri. Si mundet sot një sistem gjyqësor, se do ta vërtetojmë më mbrapa, do me gojën e gjykatësit, thotë që po këto adresat na jep avokati mbrojtës së palës që ka bërë padin. Do të themi vetëm pas pak. Do të flasim me gjykatësin dhe ja e gjejun Burbuqe Plangaricën. Ja s'ka. Ja plas. Atë të vërtetën, atë që është halla e zotërisë. Po, themi pas pak. Ju njoftoj të gjithëve, për të gjithë ata që duan të shikojnë emisionet tona, mund të klikojnë në YouTube.redaksia dhe çatu do të shfaqet atje. Pra, është kjo. Sa po e the gabim. Se më çfarë? Çatu redaksia. Më fal. Kanali jo në YouTube. Në YouTube, në YouTube, në tubet tona. Leti bim tubave për YouTube. Jeri.